Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë të qartë se Rusia nuk ka ndërmend të lëvizë nga qëndrimet e saj për përfundimin e luftës në Ukrainë. Gjatë konferencës së tij vjetore për shtyp, Putin tha se kushtet e vendosura nga Kremlini në qershor të vitit 2024 mbeten të pandryshuara, duke mos dhënë asnjë sinjal kompromisi në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po shtyn për një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Në deklaratën hapse të kësaj konference maraton, që zakonisht zgjat rreth 4 orë, Putin u shpreh se nuk sheh gatishmëri nga palët ukrainase për të arritur një marrëveshje paqeje, por pranoi se ekzistojnë disa sinjale për një angazhim të mundshëm në dialog. Ai theksoi se Rusia është e gatshme të përfundojë konfliktin në mënyrë paqësore, por vetëm mbi bazën e parimeve që sipas tij adresojnë shkaqet rrënjësore të krizës. Kreu i Kremlinit ju referua kërkesave të shpadhura në 18 muaj më parë, kur Rusia kërkoi që Ukraina të hiqë dorë nga ambicia për anëtarësimin në NATO dhe të tërhiqet plotësisht nga 4 rajonet që Moska i konsideron pjesë të territorit të saj. Putin paraqiti gjithashtu një vlerësim të situatës në front, duke deklaruar se forcat ruse po përparojnë përgjatë gjithë vijës së luftës dhe se ushtria ukrainase është në tërheqje. Nga ana tjetër, Kievi ka reaguar duke thënë se avancimet ruse janë të kufizuara dhe kanë ardhur me humbje të mëdha njerëzore në Moskë, ndërsa betejat vazhdojnë në zonat e ndjeshme si Kupianusku dhe Verilindjet e Ukrainës. Lufta në Ukrainë dhe perspektiva e përfundimit të saj dominuan pjesën e parë të konferencës së Putinit, e cila organizohet në forma të ndryshme që prej vitit 2001 dhe shërben si një platformë ku presidenti rus u përgjigjet pyetjeve mbi çështje të brendshme dhe ndërkombëtare, nga ekonomia deri te siguria globale.